Territori shqiptar për datën 7 mars 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të ftjellët në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga qielli i pastër dhe intervale të gjata me diell në shumicën e zonave, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira të pakta kalimtare kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugpërndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 17 gradë Celsius.